Të dashur vlonjatët e mi, jemi këtu pranë rajonit nr. 5, tek rruga Haxhi Xhyeri, ku shohim që po bëhen disa punime. Në fakt nuk dihet origjina e këtyre punimeve, 12 ditë na ndajnë nga dita e rëndësishme e zgjedhjeve e 11 majit dhe shohim që këto punime janë shumë të vonuara në kohë. Duke mos ditur origjinën, nuk dim as cilësinë e këtyre punimeve, por thjesht shohim që janë bërë disa gryerje, një asfaltim sipërfaqësor që më tepër është një asfaltim elektoral në kuadër të zgjedhjeve. Por e vërteta është që vlonjatët nuk meritojnë këtë. Kjo është pasaporta europiane që garanton Edi Rama për shqiptarët dhe Vlorën? Jo, kjo nuk është Vlora që duan. Ky është një investim i parashikuar pjesërisht në vitin 2023 dhe pjesërisht në vitin 2024, por në qoftë se është bashkia ajo që kryen punimet, siç e shikoni, është kujtuar tani 12 ditë përpara zgjedhjeve për të gryer këtë rrugën dhe për të hedhur një cip elektorale, një asfalt elektoral, 1 apo 2 centimetër, dhe jemi në një rrugë me një gjatësi jo më shumë se 200 metrë lineare. Fondi i parashikuar ka qenë rreth 130 milion lek dhe ju e merrni me mend që sa është kostoja e këtyre punimeve që po kryen tani. Kështu që unë përfitoj nga rasti të bëj thirrje organeve kompetente të marrin masat e duhura, ne denoncojmë këtë aferë korruptive dhe këtë asfalt elektoral.